Ky emision përmban vendosje të produkteve. Sot do të përgatisim bulgur me perime. Është një ushqim që përmban ma tepër karbohidrate, do të thotë ma tepër energji, preferohet normal ma shumë për gjatë drekës, po gjithashtu edhe për ata që merren me aktivitet sportiv, do të thotë ushtrojnë, fitness, këtë rast, mund me përdor këtë ushqim para stërvitjes për me jep pak ma shumë energji, edhe me pas ma tepër forcë për një stërvitje ma të mirë. Tash, do të që si bulgurin muzi, kurse besnik të japun një manë diqka, me prej në specë se diqka. Po provoj, edhe pse ma dënë mu shumë me këto, po. Shumë a heq. Po provoj. Bulguri është një lloj gruri, që ka vlera ushqyese shumë të mira, do të thotë për 100 gram ka dikon rreth 350 kalori, dikon 11 gram ka protein, tjera ti ka karbohidrate. Mirë po janë karbohidrate të mira, të cilat të treten gradualisht dhe japin një energji trupit në mënyrë graduale dhe konstante për një kohë ma të gjatë. Vlen të përmendet se i kanë bërë disa krahasime bulgurin edhe me pasta. Kanë dalë që bulguri është do të thotë shumë më i shëndetshëm edhe më i mirë se pastat, gjithashtu edhe se orizi i bardhë. Bulguri ka indeksi glikemik shumë të ulët, që do të thotë që tretet në mënyrë graduale dhe i jep organizmit një energji, do të thotë në mënyrë graduale dhe konstante. Se gjithë e dim, sepse ushqimet cilat japin energji shumë shpejt, treten shumë shpejt, këtë rast karbohidratet, nëse treten shumë shpejt edhe japin energji trupit shumë shpejt, për një kohë shumë shkurt, pastaj ato rezultojnë me shtimin e peshës, sepse tretja e shpejt e karbohidrateve stimulon edhe prodhimin e insulinës. Pastaj insulina është ajo e cila e bart ushqimin, e transporton, atë sa ka nevojë muskuj, pjesën tjetër e depoziton, kështu që është mirë kur bëjmë përzgjedhjen e karbohidrateve, çdo herë të fokusohemi më tepër te në këtë rast bulguri, orizi integral apo patatet e ëmbla, sepse gjitha këto japin një energji trupit në mënyrë konstante dhe graduale, do të thotë për një kohë më të gjatë. Nora peshë që për përgatit perimet, kungulleshkat, tash patlıgjanin e zi. Kungulleshkat vlen të përmendet se janë perime shumë të mira, kanë përmbajtje shumë të mirë, gjithashtu posedojnë vitamin C, vitamin B6, kanë protein, po ashtu edhe vlen të përmendet sepse kanë shumë pak kalori, dikon rreth 33 kalori për do të thotë një kungullesh. Kurse sa i përket patlıgjanit zi, patlıgjani zi ka pak më tepër kalori, edhe ky është shumë i shëndetshëm, ka vlera ushqyese, vitamina, minerale, mirë po ka pak më tepër, ka rreth 100 kalori për 100 gram. Përveç patlıgjanit tash do të po prejmë edhe karrotat. Për karrotat ju informova ditën e kaluar. Çfarë përbërje kanë, do të thotë më së tepërmi përmbajnë vitamin A, që janë shumë të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Përveç tyre do të përdorim pak edhe spec të gjelbërt edhe spec të kuq. Speci është
shumë i mirë, ka shumë pak kalori, edhe gjithashtu më së tepërmi përmban vitamin C, do të thotë që ndihmon kundraj ftofjeve, rrit imunitetin, vitamin C-a gjithashtu përmirëson, do të thotë edhe rigjeneron indet muskulore, zakonisht për sportistë ata që kanë kallje, do të thotë më tepër ju duhet vitamin C me konsumu, sa i përket vitamina për rigjenerimin e fije muskulore. Njëjtë edhe speci kuq, do të thotë ka përmbajtjen shumë të ngjashme me specin e gjelbërt. Kalori kanë pak, do të thotë kanë më tepër vitamin C, gjithashtu ndihmojnë në tretjen e ushqimit, do të thotë janë shumë domosdoshëm në ushqim sepse e transportojnë gjithashtu për ushqimin më lehtë, e tresin edhe yndyrnat metabolizojnë, do të thotë yndyrnat, i tretin yndyrnat. Tash i qesim në avull. I bëjmë gati. Bulguri veç është i gatshëm për mu servu. Perimet po ashtu. Malim. Ç'kja është pjata po ndoshta? Adekuate, ha? Po. Faleminderit. Më në fond një gjest. Rreth 100 gram, po? Po. Bukur, tash i vendosim edhe Ardo, perimet. biberzi. Ajo. Ja. Varet prej shijes, dikush dëshiron ndoshta edhe erëza tjera. Po biberi zi mjafton këtë rast. Po. Tash edhe perimet. Edhe kjo dikon i ka rreth 400 kalori, 450 maksimum. Dhe është i gatshëm Është për i mu gatshëm. shërby. Po Ju- mirë. Shpresoj ju pëlqen, ju bëft mirë.